që askush nuk mundet që të gjithë vërtetën e vet t'ja përplasë syve të gjithëve dhe duhet të përmbahet të kuptoj që nëse vërteta e vet dëmton disa, nuk është e nevojshme që të shkojmë drejt një taktike që mjafton ta themi të shfrym, edhe nuk ka rëndësi se çfarë shkaktojmë. Mjafton të ta shpallim pakënaqësinë dhe kemi ndërtuar suksesin. Nuk ndodh kështu. Shumë nga mos sukseset, nga mos arritjet, nga dështimet tona personale dhe nga dështimi i Shqipërisë në tërësi, me kohën fillova të kem bindjen që është shumë e tepër e ngjizur në mendsi. Plot njerëz thonë, shqiptarët meritojnë këtë, s'meritojnë atë, ky popull meriton më keq, po meriton më mirë. Kjo është një gjë amorfe, populli. Çfarë do thotë popull? Kush janë popull?